toka fshes sekrete, shkëmbin ndahen me një saktësi kirurgjikale, lëmenj shpërthejnë me ngjyra që asnjë artist nuk mund t'i pikturojë, dhe drita të heshtura qëndrojnë pezull në errësirë pa ndonjë shkak të njohur. Këto nuk janë mite, janë reale. Po numërojmë mbrapsht 10 nga mrekullitë natyrore më misterioze në planet. Numri 10, Trekëndëshi i Bermudës. Midis Floridës, Bermudës dhe Porto Ricos shtrihet një hapësirë e gjerë oqeani, për të cilën marinarët flasin me zë të ulët. Trekëndëshi i Bermudës. Në sipërfaqe duket si çdo pjesë tjetër e Atlantikut, i pafund dhe mashtrueshëm i qetë, por nën të fshihet një botë e tërë zhdukesh. Anije zhduken pa lënë gjurmë. Aeroplanët zhduken në mes të fluturimit. Busullat shmenden, instrumentet dështojnë dhe stuhit të papritura shpërthejnë nga qielli i kthjellët, sikur të ishin thirrur. Shkencetarët spekulojnë për anomali magnetike, dallgë gjigande të papritura, shpërthime gazi metani, madje edhe shtrembërime të kohës. Megjithatë, çdo mision kërkimi përfundon njësoj: boshllëk, asnjë rënoj, asnjë i mbijetuar. Valët përplasin butë, por horizonti duket i pafund dhe frikësues. Marinarët përshpërisin për të zhdukurit dhe Trekëndëshi vazhdon të përndjek imagjinatën njerëzore. Numri 9, Formacioni shkëmbor Al Nasla, Arabia Saudite. Në rërat e shkretuara të oazës Tajma qëndron Al Nasla, një blok masiv vranor i ndarë në simetri të përsosur, sikur të ishte qarë nga një dorë e padukshme. Secila gjysmë qëndron me delikatesë mbi piedestale të vegjël. Prerja mes tyre është e drejtë si brisk, shqetësuese nga saktësia e saj. Nuk ka shenja veglash, as gjurmë ndërhyrje njerëzore, vetëm qetësi dhe rër. Hapësira mes gurve kap erën e shkëtëtirës, e cila fishkëllen si një zë nga një epokë tjetër, duke sjellë ndjesinë e një qytetërimi të harruar. Disa pretendojnë se njerëzit e lashtë mund ta kenë gdhendur, por asnjë mjet i njohur nuk mund të krijonte një ndarje kaq të përkryer. Duke qëndruar pranë shkëmbit, ndjen peshën e kohës dhe heshtjes. Shkëtëtia shtrihet pafund në çdo drejtim, duke theksuar praninë e shkëmbit dhe duke bërë atë njëkohësisht monumental dhe të brisht. Një enigmë e heshtur që pret të interpretohet. Numri 8, Cano Cristales, Kolumbi. E fshehur në Serrania de la Macarena të Kolumbisë, Cano Cristales është një lumë që gjallërohet vetëm për disa javë në vit. Për shumicën e muajve, ai duket i cekët, shkëmbor dhe i zakonshëm. Pastaj, një bim e rrallë. Macarena clavigera lulëzon nën sipërfaqe, duke ngjyrosur ujë me shijita të zjarrt, të kuq, të verdh, jeshil, blu dhe të zi. Efekti është aq i gjallë sa duket pothuajse mbi natyror, sikur vetë lumi të ishte i gjallë. Shkencetarët e studiojnë, por bima lulëzon vetëm këtu dhe askund tjetër në tokë. Mjegulla e mëngjesit ngrihet nga pylli përreth, duke turbulluar kufirin mes lumit dhe qiellit dhe duke thelluar ndjesinë e magjisë. Folklori vendas e quajnë lumi i 5 ngjyrave ose ylberi i lëngshëm, duke paralajmëruar se ta shohësh është si të hysh në një botë ku natyra përkul realitetin. Numri 7, Ujvare flakës së përjetshme, New York, SBA. Thellë në kodrat e pyllëzuara të perëndimit të New Yorkut, një ujvar rrjedh butë mbi gur të mbuluar me myshk, por pas perdës së ujit digjet një flak që refuzon të shuhet. Gaz natyror del nga çarje në ujvar. Megjithatë, rrjedha është tepër e dobët dhe e shpërndar për të mbajtur një zjarr, dhe megjithatë, flaka dridhet me sfidë. Edhe kur era frynë fort dhe uji përplaset me forcë, ajo vazhdon të ekzistojë. Afrohuni dhe mjegulla ju ngjitet në lëkurë, ndërsa uji godet veshët. Ja ku është, vallëzuese, kokfort, pothuajse lozënjare. Drita e diellit depërton përmes pemëve, kap flakën e vogël dhe e bën të shkëlqejë, si një xhevahir brenda ujit që vërshon. Shkencetarët nuk mund të shpjegojnë plotësisht pse ajo vazhdon të digjet. Disa sugjerojnë një reakcion kimik unik, ndërsa të tjerë aludojnë për anomali më të thella nëntoksore. Numri 6, Piramida e Cuicuilcos, qyteti Meksikos në Meksik. Në periferi të qytetit të Meksikos ndodhet piramida e varrosur e Cuicuilcos,
një rënoj e humbur në hirin vulkanik për shekuj me radhë. Zbulimi i saj i tronditi arkeologët. Kjo piramidë masive rrethore nuk ngjan me asnjë tjetër në Mezoamerikë. E ndërtuar më shumë se 2000 vite më parë, shumë kohë përpara Aztekëve apo Majave, krijuesit e saj mbeten të panjohur. Gurët janë të rreshtuar sipas ngjarjeve qiellore, duke sugjeruar një kuptim të avancuar të astronomisë, shumë përpara kohës së vet. Piramida ngrihet në heshtje nga toka, me muret e saj rrethore që lakohen kundër horizontit. Hijet lëvizin, ndërsa dielli përshkron qiellin, dhe kur era ngre plurin, shfaqen gjurmë strukturash të varrosura, përshpërima jetësh të humbura prej kohësh. Ka një ndjenjë braktisje, por edhe një mjeshtëri të pamohueshme, sigur ata që e ndërtuan të ishin udhëhequr nga forcat të humbura në histori. Duke qëndruar këtu, toka duket më e vjetër dhe kujtesa njerëzore duket e brisht në krahasim. Numri 5. Shpellat barabar Indi. Të fshehura në kodrat granitike të Biharit, shpellat barabar janë ndër strukturat më të vjetra të gdhendura në shkëm në Indi, të punuara më shumë se 2200 vite më parë. Nga jashtë duken të thjeshta, pothuajse të zakonshme, por sapo hyn brenda, ndihesh sikur kalon në një botë tjetër. Muret shkëlqejnë, të lëmuara si xham, të përkryera në formë, pa ndërprerje dhe shqetësuese nga butësia e tyre. Edhe me mjetet moderne, riprodhimi një saktësie të tillë në granit do të ishte një arritje monumentale. Temperatura brenda është më e ulët se jashtë dhe ajri ka një aromë toksore, minerale, që jep shpellave një qetësi pothuajse të shenjtë. Historianët i lidhin me prandërinë Maurya, por dokumentet thon pak për krijimin apo qëllimin e tyre. Dizajni duket përtej aftësive të zakonshme njerëzore, një manipulim i qëllimshëm i hapësirës dhe tingullit. Numri 4. Skellig Michael, Irland. Duke u ngritur nga Atlantiku përballë bregut perëndimor të Irlandës, Skellig Michael është një shkëmbim pret që shan dallgët e goditura nga stuhit. Në faqet e tij ndodhen manastire prej guri, të ndërtuara nga mujsh të shekullit të 6, të cilët përballuan era të akullta, mungesë uji dhe shkallë të rrezikshme në kërkim të izolimit dhe përkushtimit. Kasollet në formë koshereje gjiten pas shkëmbinjve, me gur të bartur me mund nga poshtë, duke mbijetuar më shumë se 1400 vite përballë kushteve të pamëshirshme. Ajri mban erën e kripës, algave dhe gurit të lagësht, impret dhe gjallërues. Vizitorët nuk mund të mos ndjejnë peshën e kohës. Çdo hap duket sikur i afron më shumë me një të kaluar të paarritshme nga jeta moderne. Disa flasin për thirrje hyjnore, të tjerë për sekretet të lashta të fshehura në shkëmb. Numri 3. Kaua Ijen, Indonezi. Lart në malet e Xhavës lindore, Kaua Ijen fshen një liqen krateri me ngjyrë bruz, liqeni acid më i madh në tokë. Gjatë ditës, liqeni duket i qetë dhe pothuajse paqësor, duke pasqyruar kreshtat përreth. Por natën, peizazhi transformohet. Gazra sulfurike dalin nga çarjet dhe ndisen, duke krijuar flak eterike blu elektrike që rrëshqasin poshtë shpatit të kraterit. Këto flak nuk janë lavë, por gaz sulfurik që digjet, një fenomen që shihet rrallë në planet. Aty pranë, minatorët punojnë pa pushim në kushte toksike, duke mbartur bllogje të rënda squfuri, ndërsa thithin ajër që djeg. Numri 2. Qyteti i humbur i Kalaharit, Afrika Jugore. Për më shumë se një shekull, eksploruesit kanë përshpëritur për një qytet të humbur, të varrosur thellë në nërat e Kalaharit. Raportet të fillimit të shekullit të 20 përshkruanin harqe masive guri, rrugë të gjëra dhe mure, pjesërisht të mbuluara. Ekspeditat e mëvonshme gjetën vetëm fragmente të shpërndara, tepër të rregullta për të qenë natyrore, por tepër të pakta për të rindërtuar. Shkëtetira në lëvizje fshet çdo provë, tunat ngrihen dhe bien, duke fshirë gjurmët dhe duke riformsuar peizazhin. Ai ishte qyteti real, apo e përpiu shkëtetira, apo diçka më misterioze ruan vendodhjen e tij. Banorët vendas flasin me kujdes, duke paralajmëruar se shkëtetira nuk i dorëzon lehtë sekretet e saj. Duke qëndruar mbi dunat në perëndim të diellit, drita portokalli shtrihet pafund dhe era përshpërit mbi rër si një zë i mbytur.
Numri 1. Dritat e Hesdalenit, Norvegji. Në një lugin të largët norvegjeze, dritat të çuditshme çajnë qiellin e natës. Dritat e Hesdalenit lëvizin, qëndrojnë pezull, përshpejtojnë ose mbeten të palëvizshme për orë të tëra, duke shkëlqyer në të verdh, të bardh ose blu, me një intensitet që rivalizon dritat e makinave. Ato shfaqen pa model apo paralajmërim dhe zhduken po aq papritur sa dhe shfaqen. Shkencëtarët i kanë monitoruar për dekada, duke përdorur kamera, radar dhe sensor, por origjina e tyre mbetet e pakapshme. Nuk janë avion dhe nuk përshtaten me asnjë fenomen natyror të njohur. Vëzhguesit shpesh përshkruajnë një ndjesi pranie, sikur dritat të jenë të vetëdijshme, duke lëvizur në përgjigje të vëzhgimit njerëzor. Abononi në kanalin ton, duke klikuar butonin subscribe si dhe butonin e ziles për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.